Sigurimi nga tërmetet dhe përmbytjet, si do të funksionojë skema me detyrim dhe cilat janë përfitimet. Bashkë me tërmetet, qeveria mund të bëjë me detyrime dhe sigurimin e pronave nga përmbytjet. Ministria e Financave ju ka çuar për konsultim institucioneve të linjës projekt ligjin e rishikuar për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, cilat i bashkangjiten dhe përmbytjet. Sipas dokumentit që është dërguar për konsultim autoritetit të mbikëqyrjes financiare, Institutit të Gjeoshkencave dhe Agjencisë së Mbrojtjes Civile në frontin për sigurimin nga tërmetet dhe përmbytjet, do përfshihen banesat, njësitë tregtare dhe zyrat, ndërkohë nuk do të mund të sigurojnë ndërtesat që përbëhen nga argjile apo qerpiçi, strukturat me fiber kallami apo objekte të lëvizshme. Në rast të tërmeteve apo përmbytjeve do të kompensohen dëmet materiale deri në një mas, por jo dëmtimet fizike apo humbjet e jetëve. Gjithashtu, sendet brenda banesës nuk do të mund sigurohen dhe as humbjet financiare nga ndërprerja e veprimtarisë dhe fitimi munguar nuk do të kompensohen. Sigurimi i detyrueshëm ndaj tërmeteve dhe përmbytjeve do të vlejë si për qytetarët shqiptar ashtu edhe për shtetasit e huaj. Kontrata e sigurimit do të përmbajë emrin dhe të dhënat mbi pronën e të siguruarit, datën e fitimit dhe mbarimit të policës së sigurimit, shumën dhe primin e sigurimit. Fondi për sigurimin nga tërmetet dhe përmbytjet financohet nga primet e qytetarëve dhe bizneseve, komisionet nga risigurimi të ardhurat nga investimet, mbështetja e buxhetit shtetit, grante dhe donacione si dhe të ardhurat të tjera ligjore, duke siguruar mbulimin e rreziqeve natyrore dhe mbrojtjen e qytetarëve. Nëse nuk bëhet sigurimi i detyrueshëm nga tërmetet dhe përmbytjet, disa shërbime nuk do të jenë të aksesueshme për qytetarët dhe bizneset. Këto përfshin shërbimet në kadastër, përgatitjen dhe regjistrimin e kontratave vullnetare të sigurimit, disa shërbime të ofruara në platformën Albania, si dhe shërbime në qendrën kombëtare të biznesit. Sipas autoritetit mbikëqyrjes financiare, tregu i sigurimeve në Shqipëri dominohet nga sigurimet motorike, të cilat përbëjnë 69.5% të totalit. Sigurimet për pronën dhe shërbimet e tjera zën 16.1%, ndërsa sigurimet për jetë dhe shëndet përbëjnë 14.3% të tregut. Kjo strukturë tregon se pjesa më e madhe e aktivitetit sigurimeve lidhet me automjetet, ndërsa segmentet e tjera mbeten më të vogla.